يعني de har kust i byn. Titoli dhe më thënë para për I tonë vërgjes, edhe qka për? Ti, a vete? se bani diçka, Qëra më të tjerë? se bani diçka, Vetëna? Beşiktaş'ın çatamını taşlamıyor. Bütün gün.
Të këtyre të rëndëve që janë në këtu arkivole, ju lutem 1 minutë heshtje. Javdi! Në tingujt e himnit kombëtar, me dhëmbjet e thellë, po shënojmë 1 vjetorin e njërit prej krimeve më të rënda që bën bandat kriminale të policisë, ushtrisë dhe grupeve paramilitare serbe në popullatën civile, këtu në lagjen e Liaj të Arbërisë së Epërme. Vranë dhe u masakruan 24 qytetarë të lagjes e Liaj, pa fije e faj, në mesin e cilëve dhe foshnje, fëmijë, grashtat, zëna e pleq. Në këtë tubim, po përpiqemi ta plotësojmë një pjesë të borxhit ndaj këtyre viktimave dhe gjithë anëtarëve të familjeve të Liaj, kontributit e cilëve për lirinë e Kosovës është i madh. E ftoj oratorin e parë në këtë tubim, zotin Muhamet Xhemojlaj, administratori i fshatit Arbëria e Epërme, të marrë fjalën. Nderuar anëtarët e familjeve të Liaj, vëllezër dhe motra, të nderuar pjesëmarrës në këtë revorim, pikërisht para 1 viti, grupe kriminale të ushtrisë dhe policisë serbe këtu në lagjen e Liaj të Arbërisë së Epërme bën një ndër krimet më të rënda që ndjes mundet të qytetëruar. Këtu para nesh në arkivole u shohin 24 viktima, të cilat u masakruan në mënyrën më barbare, në mesin e të cilave 2 foshnje, 6 fëmijë, 6 gra, në mesin e të cilave fosit edhe 7 zëna. Ndërsa plakun Fazlit e Liaj 92 vjeçar, e dëgjëm për së gjallë. Ne sot përkulemi përpara tyre dhe para 49 viktimave tjera dhe të rënëve nga ky fshat për lirinë e Kosovës. Dhëmbja jonë është e madhe, por edhe sot dhëmbjen do ta shndrojmë në forcë. Me kranari ju themi ju dhe Liajve, se jeta e flijuar e këtyre të dashurve tonë është dritë e lirisë për Kosovën. Me vitet të tëra, bota e qytetëruar e kishte ndërgjegjën e vrarë, që dëroi aq gjatë robrinë dhe krimet kundër shqiptarëve në Kosovë. Është dashur Ngjali Koshani, Qerezi, Rekazi Arbëria, Reçoku e Krelani, Izdica Shavrina, dhe dhjetra krime e varrezë masive për të bindur bota se me çfarë barbarësh dhe kriminalesh ballafaqohet sot bota e qytetëruar. Krimet barbare, robëria shekullore dhe shkelja e dinjitetit tonë sikon dhe si popull ndiqin pjenin e trimërisë dhe vetëpinimit të rrokur armët kundër një armiku pa ndjenja njerëzore. Atëherë bota civilizuar u gjuan nga gjumi, duke e parë trimërinë dhe vendosmërinë e ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe gjithë popullit shqiptar. Mbi sundoj arsyeja për të dalë në ndihmë drejtësi, u përkrah lufta armatore dhe ushtrisë shqiptare për liri e pavarësi. Pasoj, vendimi për ndërhyrjen ushtarakët e NATO-s dhe bota civilizuar sa të pak e shpërlau ndërgjegjën e saj të vrarë. Me forcat e bërbrafshme, u gjymzuan një përbindës që përposhtë shpërojë një popull të tërë. Dëshmia e më e mirë janë trupat e masakruar në mënyrën më barbare të fëmijëve, grave dhe pleqve, që janë këtu përpara nesh në çdo arkivole. Me emër të fshatit Arbërisë së Epërme, falenderoj të gjithë ata individ dhe subjekte, të cilët u angazhuan që ndriçohen shpëtime dhe që ndihmuan të zhvoglohet sadopak dhimbja jote. Në këtë mozaik të angazhimeve janë pjesëtarët trima e ushtrisë shqiptare të Kosovës, pjesëtarët e gjallë familjeve të Liaj, veprimtarë humanitar dhe për të drejtat e njeriut, organet kompetente dhe profesionale të tribunalit të Hagës, komunikut, sekretarët dhe organizata të tjera ndërkombëtare. Dhe sot shkrinan apelej kriminalet, të cilët i bën këto krime të kapën dhe të dënohen. Këtyre kryve dhe angazhimin e organeve të tribunalit të Hagës në Prishtinë, të
profesional amerikan të urmërën në nivel të Kosovës tregon për një kujdes të shtuar të familjes të këtyre viktimave dhe viktimat të fiktiv shoh. Edhe sot patë të rosin të njini dhe të bindini me shkolla e tema dhe të shkatrimet që pësaj ky fshat me 73 viktima dhe gati çdo që të gjivu. Apel që të vazhdojnë për tjetër pandim që plagët të cilët me solli lufta e përgjashme dhe krimet barbare që shërojnë sa më parë. Edhe pse në këto kushte të rënda jetë e banimit. Mëse 90% e banorët e fshatit Afrin janë kthyer duke dëshmuar ndjenjen e lartë të dashurisë për vendlindjen. Ky është shpërblimi më i madh që kemi mundur t'i japim Afrikës, Renicës dhe Kosovës. E di se edhe sot jemi me zamra të lënduara për humbjen e më të dashur vetar. Por me lejoni që të drejtohen për të fundit herë këtyre viktimave, posaçërisht Vitorisë, Palmirit, Jetonit, Ambigonës, Menduhijes, Gencionës dhe Zonjetës, të cilët u krijuan në lunën e fëmirisë së tyre. Se gjaku i tyre për shëndrim rrezilirie, që në rrota pas juve, nuk do të shohin me në të troje kriminalet dhe barbarësat që vend të masakra në biu. Do të punojnë, të ndërtojnë dhe nëzojnë, Albrin tonë, Renisën dhe Kosovën në, për të bosën dhe qvetin e posë të për ju, dhe para të gjithë neve që mbetëm të gëzojmë liri. Në emër të Këshillit Komunal në Vllogos, kryetari Zoti Izzet Ibrahimi, ju lutem të marr fjalën. Në emër kolegët me shprehem më të shantë të rejë, më të shantë të vështër, për shramet e njështë të gjashtë, statorit vitit të një marë. Ndërruar familjet të nëmre, ndërruar më shakret, të zonë më kryon, vetëm një gjesë të vogët për vitit marë, që këtë dhe këmë. Më të mirën të sëtëmës, vështarëmës, dhe t'ja bëjmë, nëse përnejnë betët vizjanë, që ishtë në pomët e lutë të shonë, në shërbejnë si në të rëqme tonë për kapë. Dikë në shtatë në njëtë të varë, dhe kolonën e marshimit tonë për shkërëmi, që në shërbejnë të bosmu, në bërë të rëqme. Në shtanë në rënë larnë, se nga ne më të barbarisht, në ndonë të ramë, në kolonën të njëtë të rëqme të rëje. Familjen që më stekshme e kire, zërë në bërgjekës për mobilizim. Keshtë data dhe mund, i përtike dhe të mbrojnë, muj të tire për përgjore dhe shtronë të përshkërëm, keshtë data dhe muaj të tire për që dhe gjithë, të zëmbin të të zhbusin në më prenarën për tjekin përshkërëm. Dhe është për posën të tire të djeshmen, në motivon aja se bolqin dhe të rëndve, të lojmë në se jemi të bashkuar dhe qëllimit final të të tropë. E sot mja do të prenoj në zë respektin e kemi për gjapun e zerën, rëntarmen dhe të në mbetet morfin. Nderimi me merituar për të rëndë. Nderuara familje Delie, mesë dhe paratesi gjë. Rëndë dhe kohë, ukimi i mirë për të rëndët dhe gjithë në shëllën për një. Dhe si general, obligomi dhe të rëndëve në më të mirë të aktuën dhe e krijojmë që të përgjekja për të shkënimin dhe vizionin janë që gjopë të tjerë të për një të sarë. Sëdëmja është obligim i malë, e që vizionin është që njështëmja ta që për një të 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 më të të. Dhe alurem, respekt të rëmë dhe shanë të 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 këtheja dhe të të shosë dhe në lidhjen ti me të lirë si që po e shosë të. E kam ditur se do të gjej shumë shokë të gramë. Por nuk e kam ditur se ndrenicën time dhe në lindjen time do të vi dhe do të përkulem me respekt, ndere krenari për para poshnjave, për para fazliut, gjyshit tonë dashur, i cili
në kanë dha ujë, e në kanë dha bukë, kur unë kaloja këtu në këtë lagje për dalën për luzhën të Shënik. Në gjitha të, ju nana të ubris, ju gjyshe tona, ju motra tona, nusë tona, lezëve tonë, ta kyni për nder e krenari, se kjo vendindje i ka dhanë bukë, edhe komandanti tonë legendar, Adem Jashari. Kur Adem Jashari ka ute pushkën Sërbisë në Prekaz, vinte e pushonte në fshatin e Juj, se të shkonte e të ushtronte edhe pak në Shqipëri, të merrte edhe pak armë, për të ardhur bashkë me shokët e vet, bashkë me ushtarët e ushtrisë, lirimtarët e Kosovës, të cilët mbi gjitha me sollën lirin. Këto motra, këto nana, këto foshnje që kanë ra për Kosovë, lavdiu qoftë për jetë e mos, e ju babalar tonë, ju bria kreshnike, Drenicë e Kosovë, për jetë e mos, e gëzofshi lirin, e kur mos shkallë, mos kalohë, as turist këndej. Faleminderit shumë. Është Suleiman Klokoqi që në imazhet e tij në rrjetet më të kamerman, që në rrjetet më të shquara televizive botërore dokumentoi dhe plotësoi këtë lajm, këtë masakër para opinionit të kombëtar. Jo në fjatrat vinë edhe doktor Gani Halilaj, të cilët ndihmojnë në rehabilitimin e fëmijëve të delireve që mbeten gjallë. Janë patologët finlandez të uhequr nga Elena Ranten. Janë ekipet e tribunalit e hapur të uhequr nga zotria Viktor Graham, të cilët me angazhimin e tyre dhe të ekipit amerikan nga pat rekord bën ekshuminimin e kufumave të viktimave, duke në lehtësuar dhëmbjen dhe tërë procedurën për rivarimin e më të dashur të tonë. Janë organet e Këshillit Komunal me MG, të organeve të qeverisë të përkohshme të Kosovës, profesorët humanitare familjes e Nën Tereza, të cilët na ndihmojnë dhe shprehen gatishmëri që nga dita e parë që materialisht ta ndihmojnë këtë rivarim. Në emër të brigadës 113, Mujt Rasniqi, e cila veproi e luftoi në këto treva me një guxim dhe rezistencë të fuqishme, saj zotin Halil Kuliqin, ndihmës komandant për çështje civile dhe ushtarake që të marrë fjalën. Të dashur pjesëmarrës në rivarim në këtë tërvjetor të këtë në Trump. Arbria ky vend historik e i lavdishëm është vend ndër të parët përjetoj masakrat nga okupatori serb. Paramilitarët serb duke parë se nuk mund të tim poshtin e t'i adresojnë ushtarët të ndrima u bënte pjesë edhe tani e brori Merdeliu dhe duke parë se nuk mund të mposhtet arbria me rrethnik përdorin një dhunë të paparë në njëherë duke mrarë masakruar grad një letë vetëm për të fut merin dhe për qanje në popull. Arbria dhe Drenica nuk u tremb dhe nuk u poshtë, para dhe as pas merit dhe pas masakrave, as para tamseve dhe vjetëve të rënda që përdori ai, as një Merdeliu, që na shërbej leve të gjithve si shembull, nuk u tremb dhe nuk u thyë dhe s'u ndal nga rruga që ishim nisur për ta sqaruar këtë popull. Kështu, i madhe i vogël nga Arbria Drenica i ndihmuan çlirimit, pra lirisë se këtij vendi që po e gëzojmë ne sot. Rrugët tonë drejt fitores. Të dashur pjesëmarrës, ky rivarim duhet të na shërbejë si shenjë bashkimi, edhe më tepër se më parë si shenjë bashkimi për të hedhur drejt fitoreve të reja, pra para bashkimit të shqiptarëve në një shtet, në një vend të quajtur Shqipëri. Të gjithë të vrarët të masakruar, më qoftë i lehtë dhe i kësaj toke dhe lavdi.
Murat Jashari, siç e dini, është antar i familjes Jasharit të Tregazit, pra i familjes së komandantit legjendar Aden Jashari, prandaj e lus që me dy fjalë ta nderon këtë udhim. Të ndëruar Dola dhe të Zi, të ndëruar familje e Liau, në emër të familjes Jashari, i shprehim ndihmën tona më të sinqerta dhe njëherët ju falenderoj për bukën dhe huaj që ja dhat Aden Jashari të shohë. Në qenë se në në ribarit të tikush, fjallet jam shumë të femërta, unë një nguqlaj dhe falenderoj. Jam qikë të mëndë falenderoj. Tekën edhe me lartë janë dy gazetarë, Bani Angel dhe Kusha Bajta, për cilët njësuan lajnë të parë për masakët që ndodhin në lartën të Liut. Prandaj lusë gazetarin Bani që të dalë dhe të marrë fjalë. Dobria a lot last summer, and I made many friends. When I heard the first rumours that there had been a massacre in Dobria, I immediately drove to Drennan. Mani BBC, në verës kaluar kam qenë shumë shpesh në Obri dhe kam bërë shumë shok. Kur kam dëgju për herë parë se në Obri kishte ngjarje masakër, menjëherë u nisa të drejtë. There weren't many Western cameramen in Kosovo at the time, and I knew that if I got the pictures, they would be seen very widely. I was aware that they could have a large impact. Nuk ka pasur shumë kamerman të shuar. E dia se për të televizoja, atëre gjithë bota do të ishte në të isha I vetëdijshëm se kjo detyrim do të kishte rëndësishëm të madhe. As I drove, I remembered the words of a British diplomat the night before, who said to me that Western intervention was unlikely because the Serbs hadn't killed too many people. Kujtuam fjalët e një diplomati britanek, që nësë më parë më tha, se Perëndimi nuk do të intervenoj, sepse Serbët nuk kanë bra aq shumë njerëz. I argued against this, as many journalists used to do. I was sure that it was because the pictures of Serbian killings weren't getting on television that made intervention unlikely. E kundërshtova si shumë gazetarë tjerë. Isha I sigurt se kjo ishte për shkak se ingjizimet e krimeve serbe nuk po shfaqeshin ende në televizion. Dhe kjo pamundësonte edhe intervenime. As a cameraman, you often have to be very intrusive to get powerful pictures. This can mean filming people at their weakest moments, when they don't want you to. I have always found this very difficult. Si kamerman, duhet shumë shpesh për të ishë mundët gjithkohë, që të bësh ingjizimet më të fuqishme. Kjo do të thotë ingjizosh njerëzit në momentin më të dobët të tyre, se dhe ata nuk e dojnë këtë. Në këtë rast gjithmonë kam pasur shqetësim. At Obria, I felt that the only thing I could do to help was to take pictures, the strongest pictures. Not pictures that showed the bodies in detail, but pictures that showed the suffering of the people there. People that I see here today. Those are the pictures that could move a Western audience. Por në Obrije vetë një gjë që mendoja se si do t'i ndihmoj njerëzve atje, ishte të ingjizoj momentet më të prekshme. Jo ingjizimet që tregojnë trupat në detale, mirë po ingjizimet që I tregojnë vuajtjet e njerëzve atje, atyre njerëzve që I shoh pas këtu. Ato ishin ingjizimet që do të mund të ndikonin në publikën e Perëndimit. I recall much of what I shot. A young man leaning against a tree crying,
while he beat his fist against the tree, as a straught old man, with hands covered in blood from the bodies of his family, walking alone off into the woods. Më kujtohen indizime, një djalë I ri mbështetur në një dru, duke qarë dhe duke qelluar me grush druri. Pastaj një plak, me duar të përgjakura, me gjak të familjes, të familjarëve të vet, largohet I humbur në brendësi të pyllit. A mother of children, kneeling and rocking from side to side, crying while she wails, "The children, why the children?" Inside myself I cry, as I do now when I think back. Një nën e gjynxuar, duke u luhatur të një anë në anën tjetër, ulurin, fëmijët, pse fëmijët? Në vetvete kam qarë, sikur tash kur e kujtoj. I remember Uma that day. He was calm and in control, as he did his duty at the makeshift burial, with as much dignity as possible under the circumstances. He was an example to me then, and he still is today. I greatly value his friendship and that of his family. Më kujtohet Ymeri atë ditë, ishte I qetë në kontroll, duke kryer ceremonitë e varrimit me sa mundësi kishte, duke marrë parasysh kushtet atëhershme, por me dignitet shumë të madh. Ai ishte një shembull për mua atëherë dhe është edhe sot. E shkoj shumë shoqërinë e tij dhe të familjes së tij. I'm greatly honored to be asked to speak today, because what I see here, in the shadow of the medieval barbarity of those that murdered so many, is the supreme dignity and the serenity of the surviving family. Jam shumë I nderuar që sot jam ftuar të flas këtu, sepse çka shoh këtu, në hijen e barbarizmit të atyre që kishin vrarë aq shumë, ishte dinjiteti dhe qetësia shpirtërore I familjarëve të tjerë që mbijetuan. I see human qualities in them that I believe we should all aspire to. In my mind, there can be no better way to honor the victims. Shoh kualitetet humane në ta, dhe besoj se të gjithë duhet t'ju lakmojnë. I am certain that this tragedy quickened NATO intervention. Familja Deliu ka paguar një çmim të lartë për shtirimin e Kosovës. Dhe unë jam I sigurt se kjo tragjedi ka shpejtësuar intervenimin e NATO-s. And if it did quicken NATO intervention, then very many Kosovars are alive today because of the terrible massacre that happened here in Ohrid. Dhe nëse kjo e ka shpejtuar intervenimin e NATO-s, kjo atëherë shumë kosovarë sot janë gjallë për shkak të masakrës të tmerrshme që ka ndodhur këtu në Ohrid. Ju falenderoj. E kam takuar Ymerin një pasdite and other relatives in the shade of the forest when having shelter. Derisa të tjerët qanin të smeruar të ratë në qka po të gjanin, a nga dalë I përkujton të detalet të si kishte gjetur nënën, ruan, djalin, vajzën dhe të afërmit të tjerë në hijen e pyllit aty ku ata kishin treguar. Then we should me and some others to the site where they had been hastily buried. Pastaj, a I na dërgoj në vendin ku I kishte marrosur ata shojnë të shpejt. Në anën tjetër nga një kohë të kryuan që nga sulmojnë me motraja dhe automatik. Ndërsa Ymeri në mënyrë të shtatë dhe të qetë nga shoh krapa në një vend më të sigurt. The massacre at Ohrid had a profound effect.
not only on me but on the whole world. Until that time, the Serbian barbarity in Kosovo had received only small attention in the West. When the killings of Bria became known, the world's eye switched to Kosovo and Srebrenica, a region few outsiders had heard of it. Masakra në Obri ka pasur një ndikim të thellë, jo vetëm në mua, por në gjithë botën. Gjërat herë, barbarizmi serb në Kosovë i kushtuan rëndësi të vogël në perëndim. Pas vrasjeve në Obri, Kosovës i kushtuan rëndësi të madhe në perëndim, rajon për të cilin disa të tjerë nuk kanë dëgjuar mësuar. That tension would never to leave Kosovo again. Throughout the winter and spring, the West kept its eyes firmly on Kosovo, finally leading NATO to launch air strikes. Ky kujdes nuk e praktikë në Kosovën. Gjatë dimrit e pranverës, perëndimit të madhe Kosovës, e kjo qojtë deri te fillimi i bajrore të It is difficult to underestimate the effect of the massive Bria and the fight for rebellion on world scale. For the first time, ordinary men and women in England and other countries sat up and paid attention. Është shumë vështirë të zgjedhësh ndikimin që ka pasur masakra në Obri, por edhe vuajtjet e familjes Deliu në opinionin botror. Për herë të parë, njerëzit e rëndom në Angli e në shtete tjera filluan që të kuptojnë rëndësitë e madhe të Kosovës. In the winter, I wrote a report about the death of Bria, who was young. I tried to poetically embellish, it was simply factual. My newspaper launched a charity appeal centered around that report, and within a few weeks raised more than 600,000 marks for Mother Teresa. No other appeal in the newspaper ever raised so much. Gjatë dimrit, vitin kaluar, unë shkrova një raport për vdekjen e diturisë, për fëmijët më të vogël të Ymerit. Një raport i tillë nuk ishte as poetik e as intelektual, thjesht bazoi në fakte. Gazeta ime filloi një kampanjë për mbledhjen e të bollave që kjo bazoi në raportin që shkrova unë, dhe kjo kampanjë lodhi më shumë se 600.000 marka për Nën Terezën. Asnjë apel tjetër në këtë gazetë nuk kam lodhur më tepër të bolla se ky. From the first day, my involvement with the Deliu family was as much personal as professional. I was particularly touched by the plight of Umer's nephew and Enver's son, Besnik, who miraculously survived with his 2 little sisters and cousin Albert. Ditës së parë, marrëdhëniet e mia me familjen Deliu ishin një proces edhe personale edhe profesionale. Isha thellë i prekur me gjendjen e rëndë të nipit të Ymerit, të cilin në mënyrë mjaft të djalin e Albert. Ti bjën edhe një ato isën edhe detale. Për herë të parë, kur e pash Besnikun, sytë e tij ishin plot angër nga terrori që kishte parë. Kam dëshuar të ajë ndonjëherë të zëvendësit. Ai i përkërë qyshimet e mia. Besniku, tha ajo, gjendër armja ti i barët nga qëqia vendit. Besnik and the other children were next to Umer and the family. Umer and Enver proved themselves only to be valiant fighters as their inheritance. Quando entrou e mesmo a família se falhou problemas de saúde. Primeiro, não ela também Finally, I'd like to say how honored I am to be invited to speak today. Strictly speaking, as a journalist, my job is to observe and not to get involved. But such was the suffering of Deliu, and that courage in overcoming it, how the biggest
Dëshira jonë është shkuajtje të familjes dhe një korsisht edhe në kalimin e këtyre problemeve nuk më të emocionalisht. Dëndet muaj që I kalova në Kosovë, 12 muajve që I kalova në Kosovë, përvoja ime më shpërthyese ishte ta shikja dhe shikun që ka dalë idejen e jetë dhe shumë kape të cilat kanë vishë të bashkë të mirë dhe vetë. What I have received from my relationship with the Danish family was far more than the accolades and congratulations that I have received from the bosses and enemies. There's a small part in their story within the Danish Atë që kapitova nga marrëdhëniet e mia me familjen e Liu, dhe shumë se lavdata të rëndësishme të cilat I kam marrë nga kolegët dhe shefat e mi në Angli. Të luash një rol të vogël në tregimin e tyre për mua ka qenë një privilegj I madh. Faleminderit shumë. Good afternoon. Thank you all very much for inviting me to speak at service. I shan't say many words because there are very few words. Feel the pain you are suffering. But if I can thank you all on behalf of the Tribunal at The Hague and on behalf of my friends and colleagues from the Federal Bureau of Investigation, for your kind assistance with the work that we asked you to let us carry out here. My colleagues from the Federal Bureau of Investigation send their regards to you all today. Once again, thank you all very much. It has been an honor to meet you, and to know you, and to work with you. I shall say goodbye now. My thoughts will always be with you. Pretërante Robria, por urimet dhe falenderimet duhet të bartin e brendin e tyre edhe betimin tonë kombëtar. Të betohemi para gjakut e tyre se kur në këtë tokë këmbë huaj nuk do të shketë. Të betohemi urrërisht, si që ka zakon Drenica, si që ka zakon Arberia, të Këshillit për mbrojtjen e lirinë të drejtave të njerit, Zotin Murat Musliu, në Selini Breshti. Asë të kanë dhëqë. Dodi masakra makabre, shtutit qëtë dhe jetër për gjak shqiptari e të humbur në frontin e luftës nga ushtria shqiptar Kosovës u akmerën mbi popullin civil. Ranë shumë antarë të familjes e Liu, moshave të ndryshme, që nga kjo për jurë të I pali vetëshëm pas ditë e Liu nga të katërveqarë edhe të Valmir Riti. Ranë për të mos vdekur, ranë për të dhënë dritë Kosovës. Pikërisht, 2 ditë pas vrasjeve mizore që ndodhen në Arbëri, Orgjët e stilën dhe e Këshillit Sigurimit të Kombeve Bashkuara dhe më pas një debatit të gjatë vendosi që dërguesit ndërkombëtar, gjithsesi ata të SBE-s të futen në Kosovë. Në krye të SBE-s ishte miku I madh I shqiptarëve William Voker.
William Moke ishte në Arbri, së bashku me patologët e diktisë gjorë të filantës së prit ka zonja Elena Ranta. Gjëre përpjekit të ndryqekjet më sapë. Pas 2 ditë në punë në vitin e kaluar, ata u ndaluan në Trstenik ka përshku se serbë në nuk leon të vazhdoj punën. Po këto gjithë të biri, Amerikane kreu punën dhe konstatoj se këtu është bërë një masakre vërtet dhe që përpudhet në prestative të tona të teshme. Me herë të përmend emri im, unë zbëra asgjë më shumë vetëm që ishe detyrë se antarë Këshillit për mbrojtje të drejta liriut të njeriut që punën kryesore për ndryshimin e këtij rasti. Por punën kryesore kishte vetëm me familjarë i Merdeliu. Mendoj se poshtë me ishin ushtarët e lirisë Astrim Beseni, Alis Tumsaku, Iz Gjemajli, Isak Deliu dhe në ushtarë. Të bën sigurimit e kejtjovit Amerikan që erën nga Prishtina dhe të distanca nga vëmëtëdimi tyne dhe i forësave serbe në shkosi që shumë i bukër. I Merdeliu publik që duhet të federaj, me qëndrime e si sinistës, gjatë vizitave të qindra delegacioneve, gazetarëve, diplomatëve, me qëndrime e si përëror i këtë siloti dhe më shumë qeshtë në Kosovës. Lartësiu qoftë dëshmore, ju qoftë letë dhe i Kosovës dhe i lirisë, ju e familjes. Shtynu veç edhe pa. Jam dëshmor. Shtynu pa mamra. Mjerisht, u desh të ndodhë prekati, të ndodhë Arbria, të ndodhë Reçat, të ndodhë shumë qanë atjera, të të filon tërgjetja e tjetur e qaqën ndërkombëtare dhe të në dalin në ditë. Më falë asaj që të profeti Muhammed Arsaj, më suqeshki më suqik më armikë, bani të rëdhi, me i banë të rëdhi disa vite, më të pustet. Pasaj, sakë më vazhdi profeti. Qosë për punot lufta, atëre banët e ashme, banët e forë, banët e stikshë, dhe shtenja së veri armikës, dhe mdo dhe kjo, nga zemra këti popull. Nga vetë, vërëtia këti Drenicës martire, drenica legjendare e balës të historisë. Armiqve që nuk ju përkullet sot, je kështjel e moq me shqiptare, drenica ime, o Shqiponja lirisë. Si kalamale qëndrove, barbarve nuk ju përkullet sot, gjakën i pastërodi, që lirin sa kësojme në sot, sa fëmijëve të ndonjarë, u nga sakruan e mënyrë mizore, edhe Arbria të të shpikojnë gjak, që lirin sa kësojme në prore, edhe tokat të të rëngojnë, edhe qjelët të kojshi, kur të shmorët e kombi të ranë, për të sjellën dhe ustiri, si kur t'jelën në rejtë të asa, do të vi pacja në sitët të barza, popullët të rreth, e të kërkanë fëmija, bohu drenica ime, bohu se po vjen dilia. Më mësoj 4 vite, ato vite rrite, ti mësu se abit, Bilbel, fyll dritë, jona jote atëve, jona jote lirin, i të shmuar mësusim, i dashur për fëmijë, por o si tua virta, ta tua marëfërim, ta tua Kosovë, do të aplikojnë lirin, një të lakë e dirë, kur nuk të arroj, me përësi tua, ta mërisht e këtoj, i vida, sa në dyshe, barbalit së bankojnë, a e fi u qafën, me besusin të rojnë. Sa të Kosova lirë, që pushana më shirë, jo nuk e vdekur, je i gjallë, besusin e irë.
Shqau në shqekue, kryzë në këporët kështë të quë. 100 vjetë këto kam rëndruhe, ka të letë në shuhe, gjithë arsenali të të provoj, ati të gjasë të palëshoj. Unë kretë shqipja pëtëroj, dhe gjithë shqipëtarit i trajmeroj, vëndë të litja së rretë, shqau po brane po pretë, se qepër, e tjekë, se pëktove në të moj, një milion në i të poj. Se që sa male po pëtoj, ku që bëja po lëftoj, kanë përmbej për këtë frej, gjaj për i krytë, këtë një prej, se në vetë jemi shqimonja, arbëria është e jonja, dhe të shmori se të kavarë. Kosovë, gjaku im të pëllëtrinë, për këtë tokë që më kam rritë, unë da shjetën për atë dhe, unë që kam tekur, jam ljeria, jaku më te. Në Glogov, Partia Nacional Demokratike e Kosovës Dega në Glogov, Ministria e Rëndit Publik Klin Padirgashi, Brigada 132 Mirzeneli, Zona Operative Dugagjinit, Zemens Komandanti Rasim Agushi, Fshati Likov, Fshati Pluzhi, Shkolla Fillore Minduraku Likov, Këshilli Komunal Skeneraj, Ramazan Dobra, kryetar. Forumi Rinor i Fshatit Arbëri e Ullë, kryetari Safet Makiqi. Bashkia Lokale në Kubrel, përfaqësuesi Mehmet Sallati. Bashkia nr. 3, Skeneraj, kryetari Rifat Bejta. Shkolla Fillore, Azebeta Prekaj. Policia Ushtarake Zona Operative Drenicës, Qeveria e Përkohshme e Kosovës, Ministria e Shëndetësisë, në emër të dëshmorëve të rëndëve të fshatëve Pluzhin, Tis, Jahi Sufi, Shkolla Fillore Dykoliku Tis, Shpreh Ngushlimet, Ministria e Rëndit Publik Prishtinë nga Recep Selimi, Fshati Qikatove Re, Garda e Kosovës Sulejman Selimi, Sultani, Brigada 111, Adem Jashari, Komiteti Ndërkombëtar i Kryqit Kuq Prishtinë dhe telegramet tjera të cilat nuk kanë bërë në ushën. Faleminderit të gjithë atyre që kanë dërguar telegramet ti të vini kaq më shumë dhe kanë dëruar të gjithë të rënd dhe në prestar të vini. Faleminderit të gjithë. Tani vazhdojnë me recitalin të cilin e paralajmëruar më parë. Mirdita!
Mirëdita Kosovë, mirëdita Shqipëri, mirëdita Shqipëri, ju me thuet qëri. Kam ardhë me mone, kam këshqimë, kam ardhë me dusha, si rejë të drite. Kam ardhë me kryje, me kënd të atemit, kam ardhë me pjatrat të humë të satemit. Malët që thuat, o poshën me dosh, e tërë Drenica, o pjallë një brosh. Pregozi, Palmiri, Drenic me grovë, një turp i shekullit, Evropë dhe Polë. Qjoni me djekë, lupi të shparë, pa shkolla Shqipe, korë nuk shtërash. Kush e gjekë shkollën, dhe vret fëmi, e pështën vetë vetën, vetët pasy, vetët pasy, deri në koljet, dhe vret në dorë, dhe minjet e vetë. Që qlim dira gjënda, shpejt mori dhënë, Piklani e Valmiri, kanë në që o këbën. Ja i mbroj BBC-a, tu i që vele vetë, duhet të tërpota, po vetë ty e vetë. Ju gjakjeta kura, o këpë pëtrore, jemi nga Kosova, jemi pusatore. Kemë ardhë të shohim, as të lypim po, jemi njerës me pishta, jemi dhejtra, asoj, që veshme të barë, ty t'jene rëzaku, ku i kene në bakë, ti vani mirë më të raku. E ndine të nani, e luna petur, të tash të përbëja, të përshjoja petur, shikon në artë të botës, ku ka grupe e gjatë, ati kemi tjepat, Shqipe në atë të tatë, i këtejmë rezolutën, të marë për shpota, pas kirit tuam tjetër, pasin e tua për grëpa, që je veshur në të barë, ty t'jene në gjaku, ku i kene në bakë, ti Valmir për raku, i ka në rezoluta, në këpën kontrole, jetë në qafë të njën, në të drejtat njerëzore. Emër të familje të bile, emër të këtyre dhe klimare, që falenderoj që ashtë shumë të ruat me prezentin tuaj në këtë festivalet të festivalet. Kemi dhe të mave për humbje në festival kërëtarë, por jemi krenar dhe të lumëve që edhe ne Beliajt e hum një kur me kalan e lirisë Kosovës. Edhe pse në zemra e shpirta të gënduar, trejnesh dhe Borosia, duam pasë dhe deri në Kosovë. Për pasat në drejtësia shkon në vend, vetëm nëse shkakën dhe të ndohet kriminellet që bën kjo krime dhe ata të cilët urdhruan të bëhen krimet të tilla. Edhe nga kjo vend të apeloj, të kapën, të dënohen dhe kënd kriminali mos të mbetet në Kosovë. Ata nuk mund t'i durojnë shurmë në tokën e dirë të Kosovës. Ata nuk mund të rrinë të qetë asë në tokën e Beogradit, duke bërë bilancin e krimeve dhe duke ndarë pasurinë e flaskindur prej shqiptarët të Kosovës. Ata vendin e kanë në tribunalin e Hagës, vetëm me këtë kusht dhe të ketë paqe dhe qetësi në Kosovë. Vetëm me këtë kusht dhe të filloj të realizohet ëndra shekullore për tolerancë e liri në Kosovë, Ballkan e Evropë. Ju falenderoj të gjithë juve që më prezencën e juaj me e bën këtë rivarim madhështor. Edhe një herë, ju falenderoj për zemërsisht të gjithë ata individë, organe e organizata, që në ndihmuan në këtë të vështira. Vetëm njësa prej të cilëve i përmendi udhëheci i programit tonë të shëndë. I gëzofshin lirin e fituar edhe me qakun në këtyre viktimave që janë dhembja dhe krenaria. Në shpak mi zakash, djem. Lërgën ata shpak, ju në shëlluar se hini makne, hini krejt në rëmë ta. Asistent doktor Fatën Morina dhe asistent doktor Arben Grasdor.
Të nderuar pjesëmarrës, duke ju falenderuar një herë për pjesëmarrjen tuaj, që këtë tubim, këtë rivarim, i shtut madhështin, ashtu si që meritojnë edhe këta të rënd, edhe këta luftarë. Atëherë, prej këtij momenti fillojnë me ritualin e rivarimit, që në ratë të parë do të shkojnë arkivolet, pastaj do të shkojnë kurorat, pas kurorëve do të shkojnë familjet, dhe pas familjeve do nga dalë edhe pjesëmarrësit e tjerë. Edhe një herë, ju falenderoj shumë në emër të Këshillit Organizativ, në emër të familjeve Deliaj dhe në emër të fshatit Argëri. Ju falenderoj. Shënit e partisë. Ja, me qitë krejtë në rruga? Veç të teti ka dole i në zonë. Sa të zonë, veç të teti ka da. Veç e tonë, po djollë. Pju.
Sta që është malë fjellë të gjitha pak. Që ta tonë, që ta tonë, që të kopë. Mia kjera do të kryo? Se të qyrin dhe jo. Dem Deliun, Sali, Delia me familje. Vazhdo. Del para Sali. O, gjaban vish pak u largu, hej. Vish pak. Vazhdo. Ja. Hajde Sali që të Hajde, Sali, të që Adem Deliu, nga motra dhe trije me familje. A tonë bedrija morë. Pej,
Se lirë pës baba e ka t'li njësë la nejtë me në zhri. Malë që të Të me dorë më mirë. Me familje. Kanë që flerë? Ma e qatë, si s'bëmë gjë. I ka vë flerë të sajnë? Bro me ka shkëm gjë, si të këshë në gjë, dhe ta bërë së Hej, ti! E koj të qikë pe juve. Për që një një qanë i ratë? Nga hama, honka, me familje. Bërë një honën nga doktor Samiu me familje. Vesh pak, e. Për një honën e liu, nga Salit e Lijaj me familje. Qaj ata, këtu. Qa? Familje e liu, nga Petri, Hysenaj me familje. Po ashtu për Valmer të liu nga Salit të liu me familje. Për Gjulieta të liu nga Salit të liu me familje. Ti! Ne? Shumë nga. Po ashtu për Luljetën, nga prindrit, vëllezërit dhe motrat e fëmijët e saj. Për jetën të liu, nxënësit, nga garda e Kosovës, familjes dhe liu. Shërë të shveni e të krejtë
Largore në shënë e qatë shi. Për lumëni e Deliu, nga Salit Deliaj, Mas largoj dur, largoj prej shqipke. Më surpështet e që atje. Jo të veç më surpështet. për jeton Deliu, nga Salit Deliu me familje. Jetorit, po Ja, një fshej. Kadaj. Man menë. Për Zahide Deliu, Sherish Deliu me familje. Nga doja Zelel Zëmberi. Për Kemzona Deliu, Feris Delia me familje. Për jeton Deliu, nga doja Bajrami me familje. Për jetunin. Veç prit pak një të letësh, prit pak. Abdullah dhe Rahim Hajdari. Nga Abdullah dhe Rahim Hajdari. Po ashtu nxënësit e klasës 8-2 vendosin kuror mbi mësuesin e tyre Habib Deliu. Deliu, nga Salit Deliaj me familje. Kush është ai? Për lumëni e Deliu, nga familja Ajet Zëmberi. Për të njëta Deliu, Feris Deliu me familje. Për diturie Deliu, nga Salit Deliu me familje. Për diturie Deliu, nga doja Bajrami me familje. Elmi, kaj që ta që të shënë të ti që ti që ti pa më rama. Ti në pasi në shpa, ti shpa. Po ashtu, Gjemal Bajrami me familje për kultan familjet Deliu. Hale po. Hale po. Qa ti e vendosi kërëshi. Për lumëni e Deliu, nga Holla Zahide me familjen Ajeti. Hale nalë.
Nga Isak Deliu me familje, e përkujton Kristenin, Mihonën dhe Antigonën. Bile kom. Bob, shtivi shpasë të të. E bote në skopë, të të. Për Mendohir Deliu, Matoja Bajrami me familje. Ibrahim Hajdara me familje përkujton Gentiona Deliu. Jo, Gentiona në të Doja Limon Elshoni me familje përkujton familjen Deliu. Pas Lid Deliun, Feriz Deliu me familje. Shërë o pak rrugë që të vish pak të shkita. Për Lumia Deliu nga baba Bajrami me familje. Kësë në vesh? Për shpon? Për Hamita Deliu nga vajza Bedrije me familje. Pashtu vëlla Shabani me familje përkujton Ali Deliu. Stepën. Hajde video e këme, Tom. Dhe motrat